Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me atentatin me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e të dielës në fshatin Ril të Lezhës. Brenda Berberhanës kanë qenë disa persona, përfshirë një polic dhe një antar i fisit Nikulaj. Dyshohet se objektivi i sulmit me armë nuk ka qenë 30 vjeçari Sokol Daci, pronar i Berberhanës, por një nga personat e tjerë që kanë qenë brenda saj. Sipas burimeve, mendohet se qëllimi ka qenë eliminimi i Merando Nikulaj, nipi i biznesmenit Ardian Nikulaj, i ekzekutuar gjithashtu në një atentat në vitin 2023. Merando Nikulaj dyshohet të ketë marrë një plag në këmbë gjatë momentit që po qethej, ndaj policia po ushtron kontrolle në klinika dhe spitale private. Autorët kanë lëvizur me 2 automjete. Nga analizimi i pamjeve të kamerave të sigurisë, rezulton se kanë qenë 7 persona dhe 2 prej tyre kanë dalë dhe kanë qelluar me breshëri plumbash. Ndërkohë, në Berberhanë ndodheshin 4 persona, të cilët mendohet se janë kundërpërgjigjur po me armë. Autorët dyshohet se kanë qenë të veshur me rroba ushtarake dhe me kapuç në kokë, ndërsa menjëherë pas ngjarjes janë larguar në drejtim të rrugës që të çon për në fshatin Shëngjol. Ndërkohë është marrë edhe dëshmia e policit, i cili ka qenë aty në momentin kur ka ndodhur atentati. Ai ka thënë se ishte rastësisht aty dhe nuk ka arritur të identifikojë autorët, por ka qelluar me armë për t'i neutralizuar ata. Ekspertët e policisë janë rikthyer sërish paraditën e kësaj të hënë në fshatin Ril të Lezhës, pranë biznesit ku ndodhi atentati me armë zjarri një natë më parë. Ata kanë marrë gjurmët e gjakut në vendin e ngjarjes, të cilave do t'ju bëhet testi ADN-s për të parë nëse kemi të bëjmë me një person tjetër të plagosur dhe për të mësuar identitetin e tij. Ndërkohë, nga të shtënat 4 plumba kanë prekur dhe 2 biznese të tjera përballë Berberhanës, por fatmirësisht, personat që ndodheshin brenda kanë shpëtuar mrekullisht.